Selam hoxh. Sa gjuna është me ta kontrollu konata telefonin pa dijen tënde? Aleikum selam. Sa gjuna nuk e di. Nuk më thonë që kaq, ose që kaq, ose që kaq. Por e di që është gjuna, sepse kjo është me prek në privatësinë e njeriut. Konata, qoftë gruaja e konatit, qoftë motra e burrit, se konati thuhet dyjave. Nuk ka drejtë të telefonit, bile na mundemi me diskutu, burja a ka drejtë apo jo. Këto janë me prek në privatësinë e njerëzve. Haram është. Nuk lejohet me prek telefonin e kërkuj me qel pa dijet e tij. Përveç në raste të caktuara prindi kontrollon telefonat e fëmijëve, ajo është mesele tjetër. Nuk lejohet me incizu kërkan pa dije ti, qoftë me video, qoftë me audio, e qëtë, më thonë, edhe mja keq përdor ato incizime. Ke thonë kështu me vendos telefonin që, pasaj mi përdor ato incizime që ka tha për ty filani ose fisteku. Nuk lejohet me i bon foto kërkuj pa leje, me bon i foto tinza, fshehurazi. Të gjitha këto prekin në privatësinë të tjerëve, prandaj nuk lejohen. Nuk lejohen. Nëse të ka qu diçka ty një foto, një video, një diçka, ti zban me transferu të tjetër kush nëse mendon se ajo mund të keq përdorët. Ka raste kur është e lejuar, për shembull, është të ka qu vllani foto, ti ja çon motrës, ti ja çon babas. Janë gjëra të cilat brenda familjes që tolerohen. Nëse kanë bë video ose foto në rrjetet sociale dhe i kanë qitë sallamadi, atëherë secili e bën përgjegjësinë vet për ato foto dhe video. Por ti nuk bën me prek në privatësinë e kërkuj, duke ja çel telefonin fshehurazi, duke ja kontrollu telefonin fshehurazi, duke ja lexu mesazhet, duke ja incizu audio ose video fshehurazi, duke i bën foto fshehurazi, gjitha këto janë të ndaluara.